Nëse në telefonin tuaj vjen një mesazh i tillë, ky në fakt nuk është prej postës së Kosovës. Parat në llogarinë e juaj tani më janë në rrezik. Posta e Kosovës thotë që këto mesazhe nuk dërgohen nga ata. Pra këtu duhet patur kujdes pasi që sipas tyre shohim se emaili nga është dërguar ky mesazh as nuk është zyrtar i postës së Kosovës e as mënyra e operimit nuk është e njëjta ashtu siç funksionon kjo postë. Pra është mashtrim. Përveç kësaj, këta mashtrues kërkojnë edhe dhënat tuaja personale, gjë që është shumë e rrezikshme nëse dërgohen. Për mos me t'lanë ty kohë mashtruesit për me mendu se është mashtrim, kërcënojnë se nëse nuk i jep informacionet e adresës e dhënat personale, porosia ose dërgesa mundet me u kthy mbrapsht pa e pranuar ju fare. Më poshtë vendosin edhe një link që të dërgon direkt në faqen zyrtare të postës së Kosovës për me u dok këta më të besueshëm. Se është skenë mashtrimi nga dikush i huaj, këtë na e konfirmuan edhe nga posta e Kosovës, të cilët i kam pyetur se a është dërguar ky mesazh nga jo. Në përgjigjen e tyre, ata thanë se ky mesazh nuk është dërguar nga posta e Kosovës, duke shtuar madje se nuk duhet klikuar në linqet që dërgohen brenda këtyre mesazheve. Posta e Kosovës në këtë përgjigje ka thënë se as sesi nuk duhet të japen të dhënat personale ose bankare dhe se rastin mund ta lajmërojmë në policinë e Kosovës. Sipas ekspertëve të kibernetikës, këto mashtrime janë të shpeshta dhe funksionojnë duke i mbledhur kështu të dhënat e qytetarëve, si për shembull adresën e banimit, numrin e kartelës së bankës, e të ngjashme dhe të gjitha këto, nëse shpërndahen, mund të dërgojnë deri tek boshatisja e llogarive tuaja bankare nga këta mashtrues. Përveç meje, edhe shumë qytetarë janë përballur me këto mesazhe nga adresa anonime e për të cilat duhet patur kujdes shumë që të mos klikohen ose mos të shpërndahet asnjë informacion për dhënat tuaja personale me ta. Edhe më herët Posta e Kosovës ka bërë thirrje që të mos bien prej e mashtrimit nga personat tuaj e të cilët përdorin emrin e Postës së Kosovës për të arritur qëllimet e tyre të përvetësimit të parave të qytetarëve.